Agron, në këndvështrimin tënd, kur ishe këto pamje, jam shumë kurioz, çfarë kujtime është sjell për ty? Ti ke ndarë 5 vite aty apo jo? 5 vite kam qenë, unë kam bërë 10 vite e gjysë Burg, 5 vite kam bërë në Spaç, të tjerët në Qafëbarit. Mua më ngjall atë të merrin e asaj kohe, atë vujtje, ato sakrifica të atyre njerëzve që na vinin në takim, sepse as shoferët nuk I merrin me urdhër qeverisë e të Ministrisë së Brendshme, po do ta bënin rrugën nga rruga kryesore deri në Spaç me torba, në kurriz që të vinin tek ne, na takonin. Për t'ju takuar. Ai ishte një tmerr, një punë sklevrish, që nuk e ke iden, vetëm ata që kanë qenë atje mund ta thonë më saktë këtë gjë. Tmerr I kohës, sklevër të kohës. Me punën tonë që kena bërë, kena mbajt 5 ministrit kryesore diktatorit Enver Hoxhës. Janë mbajt me gjakun dhe me mundin e 1350 burrave që kanë qenë në vitin 81. Mbas amnistisë u liruan në amnistinë e 82-shit, u liruan 350 vetë nga Spaçi dhe ngelën një pjesë e vogël derisa më në fund u shkri fare, sepse erdhën ordinerët. Ra fuqia punëtore, filluan lirimet me dekrete, edhe ngelën pak e punë ordinerët në kampin e Spaçit. E punonin ata Ti në cilin vit Unë kam shkuar je burgosur, je shkuar në vitin 80 jam arrestuar, në 81-shin kam shku në Spaç, deri në 17 mars të vitit 1991. Për cilën arsye? Arsyeja organizatë kontrrevolucionare, kam kërku demokraci përpara vaktit në vitin 80. Kena qenë 5 veta me trakte, duke kërkuar demokracinë, duke bërë thirrje mësuesve. O ju mësues, edukojeni brezën e ri me frymë demokracie, jo me frymën vera komuniste. Këtë keni shkruar atëherë në trakt? Në vitin 80. Ku I shkruanit, në shtëpi? Në shtëpi me shkrim dore.